Kosovarja e zhvat pensionisti në Zvicër. I merë mbi 1 milion franga. Një grua 64 vjeçare nga Kosova është dënuar nga gjykata e qarkut në Bulat të Zvicrës me 2 vjet e 6 muaj burg, nga të cilat 9 muaj do t'i vuaj në burg dhe 21 muaj me kusht për mashtrim të shumë fish ndaj një pensionisti zviceran. Gjatë periudhës 2012-2016, ajo i mori viktimës mbi 1 milion franga. Përveç që do t'a vuaj dënimin, gjykata ka vendosur gjithashtu që gruaja të dëbohet nga Zvicra për 7 vjet. Sipas prokurorisë, e akuzuara kishte krijuar një marrëdhënie besimi me pensionistin, duke i marrë parat me pretekstin e burgjeve, aksidenteve ose problemeve të tjera financiare. Disa herë pensionisti ja dorëzoi parat personalisht, madje edhe gjatë udhëtimeve në Sarajev, derisa gruaja u kap në flagrancë në vitin 2024.